Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babu fadli man yaqumu bil Qur'ani wa yu'allimuhu wa fadlu man ta'allama hikmatan min fiqhin aw ghayrihi fa'amila biha wa 'allamaha. Mirësia e atyre të cilët mësojnë dhe punojnë me Kur'anin dhe mirësia e atij që mëson ndonjë gjë për urtësive të fiqhut apo shkencave të tjera dhe ua mëson atë të tjerëve. Pra ka mirësi të madhe tek Zoti i cili mëson Kur'anin dhe punon me Kur'anin, dhe ka mirësi të madhe tek Zoti i njëri që mëson diçka nga feja dhe nga besimi dhe këtë pastaj ua transmeton edhe të tjerëve. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma tregon se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La hasada illa fitnatayn, rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar." S'ka përse të ketë zili njeriu në këtë botë vetëm se për dy gjëra ose në dy raste. Kur shet dikë që Zoti i ka dhënë Kur'anin, ai atë e lexon natën edhe ditën. Dhe kur shet dikë që Zoti ka dhënë pasuri, dhe ai atë e shpenzon natën edhe ditën. Zili këtu nuk kupton smirën, por nuk kupton dëshirën për të pasur si ai person e për të bërë si ai. Dhe jo dëshirën që mos ta ketë ai e ta ke mu. Dëshirën për të pasur siç ka ai, për të punuar siç punon ai. Pra nëse ka diçka në këtë botë që është më të vërtetë për ta pas zili, një nga këto dy raste, dikujt që Zoti ka dhënë Kur'anin, pra e ka mësuar Kur'anin përmendsh, dhe ky Kur'an i angazhon natën edhe ditën, pra o e lexon natën, o e lexon ditën, ose e lexon natën edhe ditën. Dhe dikujt që Zoti ka dhënë pasuni, ai këtë pasuni vetëm se ti ta shpenzoj në kënaqësinë e Zotit, natën ose ditën, apo natën edhe ditën. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Nuk ka përse të kihet zili dikush vetëm se në dy raste, ose zilia mund të jetë e drejtë vetëm se në dy raste. Dikush që Zoti ka dhënë pasuri dhe ai di si ta harxojë këtë pasuri në kënaqësi të Zotit, dhe dikush që Zoti ka dhënë urtësi, dije dhe urtësi, dhe ai këto i shpërndan ndër njerëz ose gjykon ndër njerëz. Pra aq mirësi e madhe dhe aq vlerë të madhe sa që thotë lejohet në pas zili në këto dy raste, që ne dimë që zilia është e urryer, por këtu quhet zilia e bardhë, pra zilia për të pas siç ka ai, dëshira për të pas siç ka ai dhe për të bërë siç vepron ai. Zoti na dhënë Kur'anin, dhe ky Kur'an angazhoft ditën dhe natën tonë, dhe Zoti na dhënë dituri të saktë dhe drejtë, dhe kjo dituri angazhoft jetën tonë, duke mësuar të njerëzve apo të gjykuar mes njerëzve me drejtësi. Dhe Zoti na dhënë prej pasurisë halal, që me këtë pasuri të kënaqim Zotin duke shpenzuar natën edhe ditën.